Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, ka komentuar zvarritjen e konstituimit të kuvendit, duke cilësuar situatën si të dëmshme për funksionimin demokratik dhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Gjatë intervistës në Five të TV Dukegjinit, Haliti ka theksuar se në çdo vend tjetër ky do të ishte një proces normal, por në Kosovë është ndërruar në një problem serioz. Si proces në kushte të tjera, do të konsiderohej proces normal, por në Kosovë, të zgjat kaq shumë konstituimi i organit më të lartë të shtetit, mendoj që është një gabim i madh. Duhet të përshpejtohej, do të duhej të gjendej formula për të funksionalizuar kuvendin, sepse pa kuvend nuk të krijohet as qeveria dhe pa kuvendin e qeverin janë disa projekte ose shumë që vijnë, qoftë donacione nga vendet të BE-s dhe SBA-ja, qoftë nga kredite butaj që shërbejnë zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk mund të miratohet në kuvend dhe mbesin të bllokuara, ka thënë Haliti. Përveç aspektit ekonomik dhe institucional, Haliti ka shprehur shqetësim edhe për situatën në veri të vendit. Situata në Kosovë, veçanërisht në veri, nuk është e mirë dhe duke pas ushtrinë e Vučićit në kufi nuk është e shëndetshme as për vendin dhe as për asnjë njeri në Kosovë. Qëtimi pa institucione, ka theksuar ish deputeti. Haliti kritikoi të gjithë spektrin politik duke përfshirë 120 deputet aktual për mos funksionalizimin e kuvendit. Sipas tij, aktualisht ekziston një betejë politike mes lëvizjes vetëvendosje dhe partive që deri tani kanë qenë opozit, por që nuk kanë një projekt unik për ta rrëzuar Albin Kurtin dhe për të sjellë në krye të qeverisë dikë tjetër. Tani në parlament janë 120 deputet dhe të gjithë janë përgjegjës për mos funksionalizimin e kuvendit. Fatkeqësisht, në Kosovë, deputetët janë ose edhe ata kanë qenë mekanizmat të cilët votojnë sipas qëndrimit të partive përkatëse, ose janë të shëndoruar në makineri votimi. Kur ka votime të rëndësishme shkojnë, ndërsa kur nuk ka, nuk shkojnë në sallë, por në këtë rast është një betejë në mes të vetëvendosjes dhe partive që kanë qenë në opozit deri tani. Kanë kërkesa partitë që kanë qenë opozit, por nuk janë unike në projektet e tyre të përbashkëta për të rrëzuar në këtë rast, jo të Albulenës, por të Albin Kurtit dhe për ta bërë kryeministër dikë që e meriton dhe që i takon, normalisht që i takon partisë së dytë. Tupi është tek vetëvendosja dhe Albini do të duhej me qenë në fleksibël me partitë e tjera, mos me marrë me ftesa të formës urdhërore, por duhet të komunikoj, duhet të gjejë një mënyrë të komunikimit të që nxjerr Kosovën prej këtij ngërçi. Albini duhet të trokas në dyrë të gjitha partive, ka shtuar ndër të tjerë Haliti.